Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra. Jeton në këtë botë sikur se një kalimtar apo një njeri i cili është ndalë të pushojë në një hije. Dunjoja është vend në të cilin njeriu kalon, sikur se udhëtari i cili ndalet me një bregdet të marrë diçka që i nevojitet dhe vazhdon në anijen e tij, e cila e ka një stacion, i cili stacion do të jese i përhershëm. Ndërsa dunjoja është një anije dhe një bregdet të cilin ndalmi përkohësisht. Andaj edhe pejgamberi unë, sallallahu alaihi wasallam tha: "Ish fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jeton në këtë dunjë sikurse një huaj apo sikurse një kalimtar. Andaj, një ditë prej ditëve kur pejgamberi unë, sallallahu alaihi wasallam, ishte duke pushu edhe hyri Hazreti Omeri radhiyallahu anhu dhe pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ai ishte i pushuar apo i shtri me një shtrat në të cilin ishin hastrat, dhe trupi i tij i bekuar sallallahu alaihi wasallam kishte marrë shenja nga hastrat të cilat kishin lënë xhurm në shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ja filloi të çoje Hazreti Omeri radhiyallahu anhu dhe i tha: "Ja Rasulullah, ti je pejgamber dhe i zgjedhur i Allahut, ndërsa persianët, mbreti i Persisë dhe i Bizantëve, kanë mandafshe dhe në për arin, në për koltukët e arit të pushojnë." Atëri tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ja Omer, a nuk e i kënaqur që ata ta kenë dunjan e ne ta kemi ahiretin?" Vëllezër, nuk duhet ta keq kuptojmë këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që besimtari mos të zhvillohet në këtë dunjë, mos të përparojë në këtë dunjë. Jo asesi, qëllimi është që mos të dashurohet në këtë dunjë, për arsye se vjen momenti sikurse ke Ramazan. Ja pra jemi në fillimin e tij. Mi po do të shohim se ditët do të shkojnë shumë shpejt. Sa Ramazane i kemi kalu? A thuvall, a do të kemi edhe Ramazana tjerë të cilët do t'i arrijmë dhe do ta shfrytëzojmë? Andaj jeton në këtë botë sikurse një kalimtar apo një i strehuar në një hije. Lut Zotin e Madh që Allah na bëjë të vetëdijshëm dhe t'i kthemi atij siç e meriton lartmadhëria e tij subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.